A me ble banesë, a me ndërtu shtëpi, a me investu në tokë, apo me jetu me qera, çdo pronë që nuk zhvendoset, toka, shtëpit, banesat, lokalet. Po tregu i patundshmërisë në Kosovë, realisht zhvillimin më të madh e ka pas në 5 vitet e fundit. A ka ndryshim në kërkesë para dhe pas pandemisë? Shumë njerëz habiten me rritjen e çmimeve të banesave në Prishtinë, po edhe në qytetet e tjera. Po rritja ka ardhur si rezultat i luftrave. E diaspora qysh ndikon në treg? Prej që men çmime që kanë rros s'kan ndodhur, edhe nuk ndodh. Që disa blejnë për investim, disa për banem. A është ma mirë me ble një shtëpi të rregullune, një gjatë ndërtimit, apo një të vjetër? Investimi më i mirë është kur ti e blen në një pronë gjatë fazës të ndërtimit. Qysh duket krejt rruga, pe momentit që e pëlqen banesën deri te momenti i dorëzimit çelësit? Ku nashta e kanë hezitimin për me ble një pronë është kur këshyrin shumë prona. Ma e rëndësishmja me u kontrollu parat në nënshkrimit kontratës. Ka shumë e rëndësishme mas pari me zgjedh ndërtuesin. A ka garanci në ndërtim? Plani rregullativ urban. Komuna mi parapri shumë elemente. Zakonisht çdo tokë banesë duhet të jetë regjistruar në kadastër. Mune me kona shtatë mëqme, ne me të babgjyshit që na zakonisht nuk i rrim gati në aspekt dokumentacioni. Ta mendon që në dekadën e ardhshme në Kosovë kena mu përballë me një krizë të heshtur të pronave? Mendoj që edhe përpara ka pas tregti pa kontrata. Për 20.000 euro nuk e ka ble lokalin. Ta i ka nxjerrë 20.000 euro. A është ende koha e dur për me investu në patundshmëri në Kosovë? Patundshmëri çdo herë është mirë me investu.